Një aksident i rënd rrugor është regjistruar në aksin Vlorë-Orikum në zonën e Radhimës duke shkaktuar një viktim dhe disa të plagosur. Sipas informacioneve të para, rreth orës 7, një automjet i drejtuar nga shtetasi VR 32 vjeç është përplasur me 2 automjete të tjera drejtuar nga shtetasit FK rreth 40 vjeç dhe AM 31 vjeç. Pas përplasjes së fortë, të 3 automjetet janë përfshirë nga flakët, duke e bërë edhe më të rëndë ngjarjen. Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën drejtuesi i automjetit FK, ndërsa 3 pasagjerë të huaj që ndodheshin në automjetin e drejtuar nga AM kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Vlorë, informacion paraprak. Rreth orës 7, në aksin rrugor Vlorë-Orikum në Radhim, automjeti me drejtues shtetasin VR 32 vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin FK rreth 40 vjeç dhe me automjetin me drejtues shtetasin AM 31 vjeç. Pas përplasjes, automjetet janë përfshirë nga flakët. Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën shtetasi FK. Gjithashtu janë dëmtuar 3 pasagjerë shtetas të huaj me automjetin me drejtues shtetasin AM, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore. 2 drejtuesit e automjeteve shtetasi VR dhe AM janë shoqëruar në komisariat për veprime procedurale. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.